James Rubin tha një të vërtet të cilën ai e ka po në sytë të tij dhe që regjia i lutem se s'po dëgjoj. A jeni të dëgju? Tani po. James Rubin tha një të vërtet të cilën ai e ka po në sytë të tij dhe të cilën dhe është ashtu. Tjetër është të njerëzit se çka po dojnë me marrë dhe si po dojnë me komentu pastaj. Po. Do thotë po dojnë me një pjesë tani ne ke problem, një pjesë tani e dojnë Hashim Thaçin luftëtar vetëm sa për të dënuar sa për të dënuar që ke. E sa një pjesë tjetër po dojnë se nëse ai lirohet, atë nuk po ka pjesëmarrës i luftë. E nuk pas ka pas ndonjë rol të rëndësishëm në luftë. Të dy palët këto janë neonostalgjik të ish Jugosllavëve dhe neopatriot të patriotizmit të vonshëm, e kjo është kamuflazh dhe asgjë tjetër, sepse kanë një ndërgjegje të vrarë për kur nuk ju kanë bashkue luftës. Dhe tani ata ndjen në këtë aspekt ndjen të hendikepuar. Dhe duan që çdo gjë që nuk kanë marrë pjesë ata të mos jetë kredibile. Mirë po ja se historia ka fakte dhe faktet janë kërnesë dhe ato që jesë në ty. James Rubin do thotë e vërtetoj historinë UÇK-s, e vërtetoj ato se për çka Hashim Thaçi ka pas rolin e tij, do thotë ka qenë krye të asaj udhëheqjes politike, të cilën asnjëherë Thaçi s'e ka mundur. Po nëse këta tjerë kanë dilema se Hashim Thaçi, a kona s'ukon luftë, Hashim Thaçi të pari duhet me ditë që do të s'ukon me thonë, a kona po s'ukon fëmijë në herë. Hashim Thaçi ishte fëmijë i mirë, Hashim Thaçi ishte nxënës i mirë, Hashim Thaçi ishte student i mirë dhe aktivist i madh, Hashim Thaçi ishte ndëraksionist i parë të luftës kundër forcave serbe, Hashim Thaçi ishte në UÇK dhe Hashim Thaçi të cilën e nxurrin si Hashim Thaçi. E nxurri udhëheqja e tij kryevendit për politikë dhe drejtimi e orientimi i drejtë që dha UÇK-s dhe erdhëm aty ku erdhëm ku kulmojnë me pavarësinë e Kosovës. Po, do të marrë një përgjithësi, e dashtën se dashtën, kjo është Hashim Thaçi. Dhe James Rubin tregoi duke treguar të vërtetën, tregoi historinë dhe e thek narracionin për të cilin UÇK, jo Hashim Thaçi, sepse njerëzit e kuptojnë se Hashim Thaçi, UÇK u akuzonte. Në Hag nuk akuzohen emrat. Ne po na intereson më marrë me emra ku po kem interes ashtu. Dhe vetëm prokurorisë interesojnë që të thotë jo në emra. Në realitet, ata janë të shërmu 3 shkronat, 3 shkronat janë UÇK, dhe 3 shkronat janë bazamenti i kësaj lirie, cilën ne e gëzojmë. Po, do t'ju dhe ka herë të pikërisht përdorim me fry ata të cilët na kanë prunë këtë liri. Po, do t'i kthehemi kësaj çështje pas pak, le të marrim vetëm edhe një opinion nga zotri Veseli që kemi po ashtu në lidhje të drejtë për drejtë. Zotri Veseli, çfarë dëshmuan këto deklarata të James Rubin deri më tani në gjykatën speciale në Hag? Po atë që tha edhe Vlasimi, Zerali, dje ndodhi ajo që është prit që Amerika që ka qenë gjithmonë me shqiptarët dhe me Kosovën, pra dhe me ushtrisë shqiptarët Kosovës, një përshkrim detal i ngjarjeve historike të asoj kohë, pra në veçanti edhe të personaliteteve historike, përfshirë presidentin Thaçi. Ai nuk tha gjë më shumë se sa një vërtetë e madhe që ka qenë Kosova atëherë. Unë në një shkrim brëm shkrua se atua do të mjafton kjo dëshmije James Rubinit që shumë njerëz në Kosovë, një pjesë bukur e madhe tyre, asesi nuk mund ta kuptojnë atë se çfarë bëri UÇK-ja dhe njerëzit të UÇK-s, në veçanti tani ata që drejtuan UÇK-n. Ndoshta është ajo që tha Nasimi më herët, ajo pjesa e nostalgjikëve të sistemit, të pasardhësve të tyre, pra dhe ndikimi i agenturave serbe në veçanti pas provodimit luftës e pra dhe kohët e fundit që po shihet me të madhe. Nuk di se çfarë duhet më shumë thuhet për UÇK se ajo se çfarë tha Amerika dje, sepse James Rubini është një person fizik, po ai përfaqëson Shtetet e Bashkuara të Amerikës në gjykatën speciale të Hagës. Andaj duket që një pjesë popullatës tonë nuk i vjen tamam as atëherë as sot. Ndoshta u pengon e vërteta. Realisht, ndoshta si çdo është hist pritet 25 vjet të vjeni James Rubin në Hagë dhe të flasë, sepse janë varet e dëshmorëve atë. Vërtetësia më e madhe se çfarë bëri UÇK-ja dhe ata që drejtuan UÇK-n.
Parët e Asharve, të Mujkrasicet, Shkezxhenet, e Zairet e gjitha këto. Të thot, djemëve të mirë të kombit që vanë gjithë shka, pra dhe jetën për qërimin atë dhejët, edhe prapë një pjesë e populatës nuk u bindën që këja ishte ushtri e tyre dhe ushtri që luftoj për qërimin edhe të tyre dhe së qytetare tjetër pavarësisht nacionalitetit, sepse kur janë liria dhe Serbët edhe të tjerët kanë jetuar dhe jetojnë të lirë në Kosovë. Pra, konsideroj që është më shumë ndoshta një krizë morale e shqiptarëve në Kosovë, që ajo mëria personale ndaj njerëzve tonë, duke që nuk pëshërohet. Asken se kanë dalë që në 98 e 99 t'i bashkazitët ushtrisë shqiptare të Kosovës, marrin rolet të ndryshme në UÇK, pra ndoshta edhe pozitin e shqiptarësit të nasimit e timin apo kujtë qoftë tjetër. Mirë po jo, në atë kohë ka pasur përzizet të ndryshme, pas të parasysh edhe përsindja e popullatës që i ka përzis, thires për mbrojtjen e vendit, hezitimi tyre, largimin nga vendi e tjera, që nësimi shpeshere shpjegon shumë mirë dhe shumë detale. Pra, po i rikthejmë edhe njëra asaj, Amerika, për me zemë Rubinit, shqiptarëve dhe tërë botës i tregoj si ushtria shqiptare e Kosovës, engjëjt, ashtu që shu tha, luftuar për lirinë e tyre dhe për pavarësinë e tyre. E të tjere si çfarë filluan të shkruanin dje edhe mbrëm, pra edhe sot në mëngjes për figurën e presidentit historik, besoni që ndoshta s'ja vlen as të komentojnë këta njerëz. Këtë është ajo që tha Nasimi, nëse nuk mjaftojnë varet e dëshmorëve që tregojnë edhe vëntaria e drejtuesit të UÇK-s, presidenti Thaçi nuk e di se çfarë duhet bëjmë luftëtarët e lirisë më shumë se sa vetë atë që son në liri. Po. Të flasim pak me zotrin Haradinaj edhe për një deklaratë tjetër të Rubin, i cili ka thënë se kjo nuk është drejtësi, ju po bëni fajsim politik për Thaçin dhe të tjerët, ka 5 vite që është në burg një lider shteti që u ofrua vullnetarisht. Pra, kjo ka qenë dëshmia e tij sot edhe publikisht. Kjo është diçka të shqiptarë e kanë ditë, që ata që dojnë me menu Shqip e dinë, që ata që dojnë me menu edhe politikisht e dinë që është purë politike, prandaj e ka thonë vetëm një vërtet. Ne ku përmendim Thaçin është mirë të themi Rubin, por mos harro ku përmendim UÇK-n është Amerika. Prandaj James Rubin, ku po ju intereson për marrin vetëm James Rubin, edhe sot ka po James Rubin, po James Rubin ka vol me emrin e Amerikës e dikush me aleate në luftë kundër okupatorit dhe satrapit dhe kaskapit e Ballkanit, dhe sot ka vol me Amerikën e sotme që është për krah popullit shqiptar, e që popullit shqiptar çdo herë është të përkraje të alatëve të tij që janë për liri. Prandaj, unë mendoj që sot kjo prokurori e ka marrë aty gjyqësor nëse don e ka marrë verdiktin e reales se çka është dhe ku janë të shku dhe ka janë orientuar.